Adhurues të basketbollit kudo qenin këto qaste në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion, adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, ku radhën e ka edhe një spektakël dhe fest basketbolli këtu në Shanin Ushit Gjakovës. Me realitetin e plot, ajo që është thënë se vllazënimi nuk e ka organizu mirë lojën, ashtu me treshet e tij bukur atje Hasbruku për Sean Johnson, i cili realizon pikë lider 20 pikë 10 kërcime, i realizoi double-double edhe kundër Pejes në ngritje të formës dhe ja këtu në asistë. Është ky tentimi i pari Jerry Cole Hellemsit për 3 pikë, në anën tjetër një presion i hatashëm i Mitrovicasve, të cilët aktual dhe treshja e parë sonte batën tunës. I kthehet topi pas ti karamboli Sean Johnsit, tentim edhe një treshe nga pick and roll ka piti dhe Hasbrook, i cili vendos të gjuan për 3 pikë dhe kjo është treshja e Hellems me tentim për 3 pikë dhe vjen shënimi i kemi hyrë në minutin e fundit, Winning nga një pozitë e vështirë. Çfarë koshi akimi? Më lart ishte 22-2 parës. Jerry Hellems në 100-ën e fundit. Jerry Hellems ishte më i larti në kërcim, kundërshton për Ziggy Reedin. Mustafa Amzili në Gjakov, ku vitin e kaluar ishte hero. Tenton atje deri në fund, i pandalshëm Ziggy Reed dhe tani Hasbrook punon atje për t'i krijuar vetes hapësinë për 3 pikë. Winning mbetet shumë larg atje, mbrojtje mirë e Ziggy Reedit, në mbrojtje shumë të mirë tani, më të angazhuar në fakt, e ngrit rezultatin përsëri në 16. Ziggy Reed tenton dhe me tabel përgjigjet. Pick and roll Sean Jones, Hasbrook depërton e kthen topin te Mushici nga këndi. Dhe Mikaile Adis Beqiragici, Zekici të Ziggy Reedi, i cili tenton dhe treshën e realizon, përgjigjet në treshe me treshe Ziggy Reed. Deshet mes vllazimit dhe trepçës tu në Shanin Ush. Opa, vjen atje treshja e Jerry Hellemsi. Edhe 2 sekonda, Winning nga një pozitë e vështirë, tenton! Çfarë tresh? Hasbrook, për mrekulli atje, depërton deri në për mrekulli, kundër sulmi shpejt. Hasbrook i vetmuar dhe realizon Joranej pak në loj. Ziggy Reed depërton dhe i pandalshëm është, e blokon kundër sulmi për vllaznimin. Për mrekulli coast to coast nga Samir Zekishi për asistimet të tij. Jerry Hellems është kthyer në lojë, tani po luan me Jerry Hellemsin, Ziggy Reedin dhe Joranej, dhe Ziggy Reed vazhdon në lojë. Dhe i hatashëm e vjedh Joranej këtë top, ikë në sulm dhe ngulit për 45-54. Dhe Jerry Hellems në anën tjetër, përgjigjet atje me Winningun, bite tenton, nuk realizon, por Joranej pranë Amzilit dhe kapitit atje, nuk është në lojë. Ziggy Reed depërton atje dhe realizon 28 minutave lojë në vetëm 6 pikë. Tenton me alley-oop rezultatin në 4 pikë, vllazënimi e afron. Time-out Adis Beqiragici kërkon. Ju kam thonë edhe në pjesën e parë disa herë, ndeshjet mes vllazënimit dhe trepçës. Trepça starton në mënyrë perfekte, shumë fuqishëm, shumë furishëm, mirë po në mënyrë të furishme dhe stuhishme, mas ne i kthehet edhe vllazënimi. 2 ndeshje viteve të fundit i mbajmë në men, ajo e 23 tetorit 2022. Adis Beqiragici i kritikoj lojtarët e tij. Joranej lufton. Është faul nga Joranej.
kemi këtu anulim të treshe e Mikaelit Mushishit. Edhe për tunën është kjo personalja e tretë tentim për 3 Derek Wilson përgjigj me dorëzimet të topave. Hasbrook, Mushishi nga një pozit e vështirë atje. E mbulon koshin, Derek Wilson tenton me shumë fat me tabel tani të top ik në kundërsut. Çfarë blokade nga Joranej, i cili përsëri afrohet atje Wilsoni për Zigiridin. Ja vjen topin Hasbrooku në çastet vendimtare, ik në kundërsut si plumb dhe realizon për 73. Realizon 1 nga 2, 73 me 78, çfarë drame, e në fund Trepça i mbjeton këtij presioni të vllaznimit.